Vrasje, hakmarrje dhe prishje e pazareve mes bandave rivale ishin sërish në fokus të seancës së radhës për dosjen plumbi i artë në gjykatën e posaçme. Këtë të martë ai që ka sjellë dëshmi tronditëse ishte sërish Henrik Hoxhaj, i penduari i drejtësisë fillimisht ka folur për njohjen e tij me Nuridin Dumanin, të cilin sqaroi se e kishte takuar tek ditëlinja e Festim Qolit në vitin 2020 dhe më pas shkëmbye numrat e telefonit. Njihem me Nuridin Dumanin. Jam njohur tek ditëlindja e Festim Qolit në vitin 2020. Aty jemi njohur duke ngrënë, duke pirë. Kemi shkëmbyer numrat. Disa muaj më vonë u takuam. Nuredini ishte i interesuar për të më takuar. Nuk e mbaj mend, por më duket se kemi komunikuar me telefon të enkriptuar. Takimi mes tyre sipas Hoxhajt ishte për të bërë pazare për vrasjen e Dorian Shkozës në Durrës. Sipas tij Dumani ja kërkoi si porosi nga Erion Alibej, i njohur me pseudonimin Krymi, por me pas u shpreh për inate personale, vrasje për të cilën Hoxhaj do të paguhej 70.000 euro. Kemi biseduar për disa vrasje. Ai kishte marrë një porosi nga Krymi. Më tha që janë disa punë për t'u bërë, ai e interesuar. Unë i thash po. Nuredini më tha për 2 vrasje që do bëheshin në Durrës. Fillimisht ishte si porosi e Krymit, por pastaj i paraqiti si problematika të tij. Tha, a je dakord në fillim? Po dakord, i thash. Në këtë takim diskutuam për vrasjen e Dorian Shkozës. Do kryhej kundrejt pagesës. Në fillim propozoi 70.000 euro. Ai gjeti mjetet dhe armët. Shofer ishte Elio Bitri nga Elbasani. Ndërkohë i ka rrëfyer dhe momentet makabre të vrasjes. Si kohë ishte pak pas takimit në pandemi, nuk kishim leje, por ishim sipas rregullave, me rip, me rregulla qarkullimi. Ditën e ngjarjes kam shkuar në Durrës, u takova tek shtëpia e Nuredinit në Durrës. Nga aty u nisëm. Kemi përdorur një makinë të zezë. Ishte Elio në timon, unë mbrapa shoferit. Kisha unë 2 armë, Elio 1. Nuredini u nis me ne. Ne kemi dalë një xhiro tek servisi. Kur kaluam atëherë nuk ishte prezent. Kur u kthyem ishte aty. Ishte me 2 persona i shoqëruar. Elio më thot, ja ku janë. Ishin 3 vetë në trotuar. Unë i qellova me armë nga brenda makinës. Një armë mu bllokua. Përdora tjetrën. Njëri nga ata ngeli në vend. Doriani u rrëzua pak më tutje. Unë i thash, a ti je Doriani? A i tha jo. Pyeta Elion, a është ky? Po, më tha ai. Edhe e godita. Një e goditi edhe Elio. Pati një pistolet me mulli. Në dëshminë e tij ai tha se Nuridin Dumani ishte i ulur në makinë duke parë të gjithë ngjarjen, ndërkohë pagesën e krimit sipas tij do ta ndante për gjysmë me Elion Bitrin.